Para se emri Skënderbeut, të lidhej përgjithmonë me Krujën, para se flamuri i kastriotëve të valvitej mbi muret e saj, para se qyteti të bëhej simbol i rezistencës shqiptare, shtjella e Krujës ishte tashmë një jetë të gjatë, të thellë, të mbushur me mister. Ashtu si një rojtar i heshtur që ka parë perandori të ngrihen e të bien. Ajo ka qëndruar mbi atë shkëmbë për më shumë se 2000 vjetësh, duke ruajtur sekrete që as sot nuk janë zbuluar plotësisht. Historia e saj fillon shumë para Mesjetës, shumë para Romakë, madje edhe para kohës bizantine, në Zanafill, aty ku sot shohim muret mesjetare. Besohet se ka ekzistuar një fortifikim i lirë, ndoshta një qendër e fisit të Parthime. Kruja, me pozitën e saj dominuese në luginën e Tiranës dhe drejt Adriatikut, ka qenë gjithmonë një pikë kontroll. Lirët e ndërtuan aty një qendër të mbrojtur që shërbente si stre, si vend besim, si pikë strategjike për tregtim dhe komunikim. Arkeologët gjatë viteve kanë gjetur fragmente qeramike, themelje të vjetra dhe struktura që nuk përputhen me arkitekturën mesjetare, duke sugjeruar se Kruja kishte jetë që në shekullin e 3 dhe të 2 para erës sonë. Por ç'ndodhte në atë kështjellë lire? Kush e kontrollonte? Çfarë simbolizonte? Këtu fillon misteri, sepse i lirët nuk lanë shumë shkrime, por lanë gur që flasin me heshtje. Me kalimin e kohës, Romakët e morën këtë qendër natyrale dhe e kthyen në një pikë administrative. Disa historianë mendojnë se Kruja ishte një stacion i rëndësishëm në rrugën që lidhte Durrësin me zonat e brendshme. Mbrojtja e malit, burimet e shumta të ujit, dhe terreni i thepisur e bënin perfekt për të kontrolluar popullsitë vendase. Por Romakët nuk e shndruan në qytet të madh. Kruja mbeti vend i heshtur, i zgjuar, një sy vëzhgues i malit. Në shekujt e erës së re, pas shpërbërjes së perandorisë romake, bizantinët trashëguan Krujën në arkivat e tyre. Ajo përmendet në mënyrë të çuditshme si një pikë e fortë, një kastri, një kështjellë që shpeshherë përballonte sulme, kryengritje, lëvizje të fiseve barbare. Në disa raste, duket sikur Kruja përmendet vetëm kur është në plak. Dhe pastaj zhduket nga shënimet, si të mos ekzistonte fare. Në periudhën e erës e Krujës, ka shtyrë shumë historianë të mendojnë se kështjella mbante diçka më shumë se thjesht strukturë ushtarake, ndoshta një vend me vlerë të veçantë simbolike. Në legjendat lokale, të trashëguara brez pas brezi, thuhet se Kruja ka qenë kështjellë e krijuar nga Perëndit, vendi ku malet mbaj një fuqi të padukshme. Në disa tregime, thuhet se në themeljet e saj është varrosur një objekt i shenjtë, një gur i lashtë, një simbol që mbron qytetin. Ka njerëz që besojnë se kjo është arsyeja se Kruja nuk ra kur lehtë, as në kohët më të errta. Kur erdhën shekujt e ershëm mesjetar, Kruja shfaqet më qartë. Familjet e parafisnike shqiptare fillojnë të lidhen me të. Dokumentet e shekullit të 9 dhe 10 flasin për një fortesë të rëndësishme, por nuk japin detaje. Kjo mungesë informacioni nuk është rastësi. Shumë kështjellë kësaj periudhe qenë të vështira për të mbajtur, por vetëm ato me burime natyrore të pazëvendësueshme mbijetuan. Kruja kishte ujin e famshëm të burimit pranë mureve, dhe kjo ishte arsyeja që ajo nuk u braktis kurrë. Në shekullin e 11 dhe 12, kur principatat shqiptare filluan të marrin formë, Kruja zhvendosi në qendër të vëmendjes. Ajo shfaqet në dokumentet e kronikave si një fortesë e fuqishme, e fortë, e respektuar dhe e frikshme. Dhe prapë, nuk ka shumë detaje.
Kështjella e Krurës ka qenë gjithmonë e rezervuar, e mbuluar me mjegull, me heshtje, me enigma, që vetëm kurët i njohin. Në disa tregime të moshme të Krurës, flitet për një galeri të nën tokës, një tunel i gjatë, i lidhte kështjellën me një zonë jashtë mureve. Disa thonë se ishte tuneli i shpëtimit, të tjerë se ishte depo sekrete. Disa të tjerë i quajnë rrugë e fshehtë e princave. Deri sot, nuk është gjetur asgjë konkrete, por shumë studiues mendojnë se një strukturë mund të ketë ekzistuar me të vërtetë, sepse shumë kështjella ilire e bizantine përdornin këtë metodë. Në shekujt e fundit, para Skënderbeut, Kruja hyn në një fazë të re. Në dokumentet e viteve 1300-1400, përmenden emra princash që e kontrollonin herë shqiptar, herë të lidhur me Venedikun, herë me mbretër serb. Kjo periudhë është kaotike, por Kruja mbetet gjithmonë bastion. Ndryshojnë zotërinjt, por jo kështjella. Ajo mbetet e pamposhtë. Dhe atëherë, në mesin e shekullit të 15, në këtë kështjellë, me histori të lashtë, u shfaq një emër që do ta ndryshonte përgjithmonë. Gjergj Kastriot Skënderbeu. Por ajo që shpesh harohet është se Skënderbeu nuk u bë legjend duke ngritur një kështjellë. Ai trashëgoi një kështjellë që tashmë ishte legjend. Ai u mbështet në një fortezë që kishte rezistuar për 2000 vjet. I njohu terrenin, burimet, muret, dhe mbi atë arkitekturë të lashtë, ngriti epopenë shqiptare. Sekreti më i madh i Krujës është ajo ka qenë gjithmonë kështjellë e qendresës, shumë përpara Skënderbeut. Ai u bë simbol i saj, por kështjella ishte gati për heroin e saj, shumë kohë më parë. Sigur e pristi dikë si ai, dhe kur ai erdhi, historia u bashkua me legjendën. Sot, kur ngjitesh në muret e Krujës, shikon më shumë se thjesht një pamje të bukur të Shqipërisë. Shikon një qytet që ka parë gjithçka, një vend që ka mbijetuar. Edhe kur perandorit u zhdukën, një fortezë që ka ruajtur sekrete mijëvjeçare, që vetëm tani po i zbulojmë dal nga dal. Kështjella e Krujës është më shumë se një simbol i Skënderbeut. Është zemra e historisë shqiptare, një zemër që ka rrahur shumë përpara tij dhe që do vazhdojë të rrahë përgjithmonë.